Pse po insiston me vendosja që ta ketë këtë post Ushini? E tha Negji. Edhe unë me konë ventina, që tentu me marë. Andaj i kom ftuar dy profesor këtu në studio. I ka fitu 50%. Pa jo, Ushini. Tja ke për juve, po. I ka fitu 51%. Dhe unë u habrit që kur thënin analistat këtu në Kosovë, pse nuk pjep edhe një mandat vjusës. Po ndëgja, edhe Edi Rama i ka fitu. Një mandat ja dha Ilir Metës, se gati thashtë Ilir Shaqiq. Po mandatin tjetër si ja dha, njeriu që i fiton votat dëshiron domethënë ta ndërtoj infrastrukturën për ta pas rrugën më të lehtë për të ndërtuar kauzat e veta dhe posti i presidentit i garanton domethënë shumë elemente në kuptimin e gjyqtarëve, gjykatës kushtetuese, ka shumë gjëra, emnimin e ambasadorëve dhe gjëra të tjera, dhe natyrisht secili që e fiton votën plebiscitare të popullit, insiston ta ketë. Dhe këtu nuk ka... Por, kur nuk janë numrat e mjaftueshëm, a duhet bëj kompromis pra në këtë rast? Po dëgja, unë kur thash opozita i ka këto probleme, mos harroni, vitin e kaluar opozita ka pas më shumë deputet se VV. Dhe dilte Lumir Abdigji ku thonte, unë nuk bashkëpunoj as me VV-n, as me PDK se jam ndryshe. Dhe të krijoj përshtypje që po flet një lideri një partie shumë të madhe, ndërkohë që ai kishte të lashë edhe brenda subjektit. Në anën tjetër, një djalë 40 vjeçar vjen me rrëfimin, unë do të zbardhi vrasjet politike 27 vjet mas lufte. Kjo domethënë tregon atë mungesën e vizionit politik dhe kur ti ki kësi lider që domethënë nuk din çfarë dojnë, po dojnë një farë populizmi. Po flisni për LDK-n, te PDK. LDK-ja, partia më e madhe opozitare. Partia më e madhe opozitare duhet jemi të sinqertë. Është në pritje të çfarë po ndodh në gjykatën speciale, sepse gjithë kryetarët që janë aty shihen si tranzitor derisa të përfundon procesi atje. Dhe kjo çështë duhet kryhet para se dhe këtë inercia e saj është domethënë me që lidhet me procesin që do të ndodh atje. Aja që mendoj të PDK për mendimin tim, po të isha në funksionet drejtuesit kësaj partie, unë për vete do isha një parti pak më radikale, në kuptimin e politik bërje, sepse një do jepja Kurtit shumë kredit për aksionin verje, dhe njëkohësisht base edhe do të kërkoja rishikime në disa marrëveshje që mund të mos jenë të realizueshme, por do t'i dërgoja sinjal bashkësinë ndërkombëtare se ju na keni mashtruar, sepse ju e dini shumë mirë ligji për gjykatën speciale në pikën e paragrafin ne thotë që do të adresojsh pretendime që ka ngrit Dik Marti, dhe sot s'ta përmend kërkush Dik Marti. Dhe ajo janë fyrje më e madhe që është bën, jo vetëm Kosovës, por këtë kombit shqiptar. Dhe po të isha partia opozitare, do thoja, unë nuk aplikoj në Këshillin e Evropës nëse gjykata speciale nuk e adreson ose konstaton se raporti i Dik Martit nuk është i qëndrueshëm, atëherë është detyrë minimale e Këshillit të Evropës që t'i kërkoj falje Kosovës, sepse... Të kthyer të çështja e presidentit më pas. Po, domethënë janë këto gjëra, por duke bën një politik që nganjëherë duket më e moderume opozita se qeveria, natyrisht që Kurti ka pas let, pastaj edhe ti atakoj edhe këta dhe shpesh herë edhe ta thot në parlament, dëgjoni, këta po kërkojnë dhe Vučići po kërkojnë asociacionin. Dhe në diplomaci, nëse të regosh naiv, dhe më thonë ki qmim. Dhe Kosova është të regu naive për gjykatën speciale, prandaj edhe në dialogu me Serbinë, unë mendoj që do të, jo vetëm resitim të dialogu, por do të edhe një qëndrim këtë i ri, opozita s'ka qëndrim, as për këtë pikë. Për çështën e presidentit, për do s'ka interes që të vroj zgjidhje në këtë situatë. Kurti përshihet dhe më thonë që e dëshiron pozitën e presidentit, tash gjërat kanë ecë dhe qeveria u formu, unë mendoj që mendimi jem është, nëse Lidhja Demokratike para 5 viteve pa asnjë çmim e ka votu ose të paktën i ka bën numrat për Vjosa Osmanin, e dini ju, Lumir Abdigjiku, domethënë i ka bën numrat pa marrë kundër shpërblim asaj. Unë mendoj që do duhet mate dhe
për mendimin tim, Glauko Njusa do të ishte një president që tani do të thoja shumë më i mirë se Vjosa Osmani dhe nështë do duhet të kalkulohet a ja vlen do më thonë që ndrohet për te apo jo nëse shihet që nuk ka kompromis. Pra, ideja juaj është që opozita të qëndrajnë sallë dhe të jamënsoj zgjedhjen e Glauko Njusës president. Nëse nuk ka emën, atër do të... S'pa jo, po.